Alloj depot atje dhe shpërndau dinamitin gjithë Shqipërinë, ku i mësoni këto recitime turpi. Për të arritur në këtë ditë që jemi sot me gjithë këto. Tani kemi bërë investime. Të Partia Socialiste dhe Qeveria të shkatronte lagunën, biodiversitetin, ishte shumë e thjeshtë, ta linim siç në 2013-ën. S'kishëm ne fare pse të bënim gjithë këto punë 12 vite për të ardhur ne tani dhe për të shkatruar një punë që na është dashur kaq mund për ta bërë. Si mundet dot? Se s'ka pas Flamingo në 2011 më zojnë qa flindi kështu ma. Po pse gënjeni më si kryeministri? S'ka pas Flamingo 2011 në 2009, po qa flisti kot moj? O zojnë, unë kam profesionin që kam punuar dhe shetitur gjithë Shqipërinë për çdo ditë. A i thot s'ka pas Flamingo. Që të mashtrime më publike. Që njerëzit të kërkojnë informacion që i gjithë zhvillimi një projekti të pa parë ndonjëherë dhe të pa menduar. Shqipëria s'ka ekzistuar fare, ka filluar Shqipëria në 2013, thot zonja ministre, turpi më. 4 miliard euro. Si ka mundësi të gënjej ministria? Shqipëria thot ka filluar në 2013, thot ajo. Jo, Shqipëria, Flamengot. Lullëzimi Shqipërisë ka filluar në 2013. Jo, s'ka pas. Po e sigurt. Flamingo s'ka pas atje, ha? Nuk ka pas Flamingo, ha? Ku ishte ti zotri? Ku ishte dinamit aty në të vjetë turp, ore dinamiti ka filluar në 2000, kur Flamingot largohej në vitin 1997, kur babalarët tu, politik, shpërthyen dhe nxorën armët shleshit. Qa flisi kështu më? Në 2011, e dini ju se sa konferenca janë bërë për mjedisit në Zvërnet gjatë viteve 2007-2013, se orë kënjeni me gjuhën Edi dhe Ramës, turp ju vi. Ministre ti, ministre, edhe thu s'ka pas Flamingo. Do ta dishtë pse s'u vjen turp mua, e ta shumë pse s'u vjen turp mua. Nuk më vjen turp mua se Vlora deri në vitin 2013, që ta dini ju zotrin dhe ruar, po ta them mund që ka qenë Vlora deri në vitin 2013. Ka qenë vetëm një bulevard Vlorë Skel, që ne të Kush e bëri Transballkaniku? Kush e bëri? Që dili maksimum... Qa bëri partia jote në 1997 deri në 2005? Sigurisë për shkak të mos alternativave... Në Vlorë, Partia Demokratike s'ka pas pustet asnjëherë. Se gënjen më ti? Po ore je ministre mo, pushtetin në Vlorë ka pas vetëm Partia Socialiste. Ore pse gënjen mo, je ministre, pse gënjen? Pushtetin në Vlorë ka pas gjithmonë Partia Socialiste. Në Vlorës ishte turp që të vete ta vizitoje. Investime shtot në Vlorë, që kanë sjellë të gjithë të çfarë kanë sjellë. Mashtruse publike. Jo më ti, nuk më vjen turp mua. Ore pushtetin në Vlorë ka pas Partia Socialiste. Moderatore, mos e lërë gënjë. Mos e lërë gënjë. Që ja Allah po të mbusheshin kur vindën në i delegacion i mesëm, që ti qoja aty se po të vindën në i delegacion i largë s'kishe ku ta qoje në dy hotele. Ore në 1997-2005 që ke pas pushtetin qendror dhe vendor. Qa ke bërë në Vlorë? Që ta dini ju. Prenë që tu nuk mund t'i kërkosh ministre sot se farë është bërë para 20 vjetësh. Shikonin në i turistën në Vlorë, nga duke si alien, me gjithë inferioritetin që çdo shqiptar ka ndjerë derisa ka lullzuar turizmi këtu, duke parë edhe turistin më të lodhur të huaj për ta trajtuar si mbret. Derisa sot jemi në këto shifra turizmi, në këto shërbime, në këto cilësi, të lutem garanti. E ke bërë ti. E ka bërë privati, për qa ke bërë ti. Ti s'ke bërë asgjë, moj. Me incentivat, me gjitha politika, me gjitha promovime, të shkuar nga 1 milion turista 2 maksimumi në 12 Zonja ministre për këtë. Kjo është Vlora. Zonja ministre. Kjo është Vlora e zhvillimit, dhe kjo është Vlora që ne kemi patur synim për ta bërë, e kemi bërë, dhe që kemi synim për të sjellë në Vlorë një projekt i cili do i shërbej jo vetëm Vlorës, do i shërbej gjithë Shqipërisë, edhe për ta bërë faktore aty në rajon, në mënyrë të tillë që gjithë ekonomia jonë të shkojnë në një standard tjetër. Dhe ekonomia nuk shkon në standard as me debate shterpe, as me gënjeshtra, me njërë pas të shnikut. Marcela, vetëm një fjali.